Selam aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqa në mban botës kudo që jeni. Uroj të jeni mirë se na keni ardhur në të dy TikTokat. Shkolla diturive kuranore. Sonte do të lexojmë një lutje shumë interesante, lutja e javës. Çdo të ete që këndohet është lutja e Kumeilit, ashtu e ka emrin. Përshëndetje e bira, po pi. Fatjon Lazri, pi be vllavjem, pi, çka me të bo? Masi po të pijet alkooli, pije, s'kam shka me të bo. Birra, po edhe birra që ajo familje janë. Apo don me ta tregu një tregim për se i kam 2 TikToka të hapur. Ka qenë një njeri edhe vjen te hoxha. Edhe aja ka konë qështu si Fatjoni me pi alkoolin shumë. Edhe i thot hoxha efendi, thot, pse bre ju musliman po e boni haram alkoolin? Pa jo, alkooli është vena e rushit, është prodhimi i rushit. Prej rushit, Zoti e ka kriju rushin, na prej rushit e bojmë venën, alkoolin, rakin e rushit. A i thot, po, a kin grue? Thot, po, thire gruen tënde, e bjerë gruen si zonë. Thot, a ki vajz? Thot, bi, vajz, po, thot e kam, bjerë edhe vajzën këtu, thot. Shiko, tha, vajza jote është prodhimi gruës tënde. Fatjon, po kur vjen puna me flejt e me qu dashni, nuk qën me vajzën, po me gruen. Po prodhim është edhe ajo, prandaj nuk ka ndonjëherë nevojë me qit logjikën kur Zoti ja qet pikën. Pra, alkooli është haram, alkooli që të çon me një gjendje të rujt kisha e laçit. Amin bre, amin, amin. Edhe sonte është nata ejte, do të mundohemi çdo të ejte me lexu lutjen e Kumelit, sepse nata e ejte është natë ndër natët më të bekuara të javës, sepse nesër e kemi ditën e xuma, prandaj pa humbur kohë deri në orat 12 do të jemi duke lexu duan e Kumelit. Lutja e Kumelit përndryshe është një lutje tepër e veçantë, të cilën lutje profeti Muhammed ja ka mësuar Imam Aliut, e pastaj vjen Kumeli, një prej shokve të Imam Aliut, dhe i thot, o Ali, o Imam, a ka mundësi të ma tregosh një lutje që është kuror mbi të gjitha lutjet. Dhe Imam Aliu i thot, o Kumel, prandaj metet lutja e Kumelit. Dhe Imam Aliu i thot, o Kumel, do t'a jap, thot, një këshill. Dhe veshpak, thot, do me thënë një luasë, lutja e Kumelit është një ndër lutjet më të njohura dhe më të mira dhe më origjinale nga ehli bejti, nga temeli, nga burimi. Kjo është lutja e Hazreti Hëzërit. Keni dëgju për Hazreti Hëzërin, i cili Hidri, thënë për ndryshe Hëdër në Kuran, i cili ka qenë bashkëudhëtar me Musën a.s. Dhe se ka kërku që të dëgjohet fjala e tij, dhe ai ka pas njohuri më të mëdha se sa vetë Musa a.s. Një prej atyve po e tham, kur shkon në një breg det vogël, në një breg të liçenit, dhe e merr një anije, e shpërthen atë anijen edhe ajo anija fundoset. Hazreti Hëdri, por ju flas për këtë person. Dhe veç i thot Musës, shiko, na kemi me hec bashk, kemi me mësu shumë sekrete, shumë shëtësi, mirë po nuk keme më kundërshtuar. Dhe kur shkojnë pra rreth bregdetit, a e shiq atë anijen, e shpërthen, Musa thot, ua, shka boni, po tha, këta jonë, tha, njerëzit ma fukarat të këtij regioni, tha. Tash e kanë fitu bukën e gojës me qatë anije, edhe thot ti ja shpërthejve. I thot Hëdri, unë të thash të mës me fol, po tregoj pse ja shpërtheva.
thot është një mbret këtu, zullumçar, I cili ka vendos që krejt anijet e ati vendi me I marë për veti, ja marë njerëzve qytetarve dhe me I shtin punë për mbretërinë e tij. Dhe kjo familje, mbreti nuk ka me mund mja marë këtë anije, kësaj familje ma të varfër, për arsye se ka me pa që është e shpërthyer, është e vjetër. Dhe kështu pra, pasi që I mori mbreti krejt anijet, këta të varfrit, kjo familja e varfër, e nxori anijen nga deti, nga liçeni aty për rreth liçenit, dhe vazhdoi me fitu paran. E dyta ishte një mur, po thuaj se I shtrembër dhe dëshiron të mera. Gati ishte për mera. Dhe e pyeti, filloi Hëdëri, Hazreti Hëzëri, I thënë të na në Kosovë, filloi me drejtu atë murin. Musa a.s. e pyet, o Hëdër, pse po ja drejton murin kur këta fëmijë janë jetima, edhe I rëzohet muri, edhe pastaj katundarët e atij regioni janë drejqin murin se janë jetim. Është muri që e mban edhe shtëpinë. Hazreti Hëdëri thot, o Musa, thot, unë ja drejtova këtë mur sepse këta jetima janë të vegjël. Dhe nëse ky mur rëzohet, atëherë, katundarët e atij vendi do t'ja marrin pasunin që është një qyp me lira. Pra një si qyp I thënë të na. Dhe pastaj, edhe këtu e kuptoi Musa a.s. që Hëdri njifte shumë fshehtësi. Por nuk ka qenë pejgamber, që do me thënë ka pas prej tymve që kanë qenë evlia, pra njerëzit ma të ngritur, më mirë po, jo ma të ngritur se profetet po, ka disa tregime për Hazreti Hëzërin. Dhe treta herë, kur shkon me një fshat, me një pjesë qytetit, e pa në një djalë 6-7 vjeçar, dhe Hazreti Hëzëri e murë dhe e mbytja djalin. Ky rrëfim është në Kur'an, që kjo ndodhit janë në Kur'an, për Hazreti Hëdërin. Dhe Hazreti Hëdëri përmendet pra në Kur'an dhe kur shkoi në atë fshat, e pa një djalë 7 vjeçar, dhe mori dhe e mbyti. E këtu Musa a.s. nuk mundi me duru. Edhe tha, me të vërtet, tha unë, nuk po mundi me vazhdu këtë rrugën me ty. Kjo, thot, është e padurueshme. Qysh pa pik faji, fëmijën 7 vjeçar, e more dhe e myte. Atëherë I thot ky Hëdëri, o Musa, ky fëmijë ka me u bo qaq kriminal, sa që ka me nxerr prej besimit edhe babën edhe nanën, edhe ka pas të dytë me I mbyt, edhe babën edhe nanën. Prandaj thot, me kaq udhëtimi jon, po mbaron. Dhe pra kjo duaja e kumelit është një lutje shumë e veçantë, që kjo është duaja Hazreti Hëdërit të cilën dua ja ka mësu profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ja ka mësu Imam Aliut, e Imam Aliu ja mësoi Kumejlit. Prandaj edhe ka mbet emri duaja e Kumejlit. Hazreti Hëzëri, që përmendet në Kur'an si personalitet bashkëudhëtar me Musën a.s. shumë në kohrat e lashta, Hazreti Hëdëri I ka ditë shumë sekrete në jetën e tij. Prandaj edhe kush e lexon këtë surën, këtë duan, lutjen e Kumelit, të jeni të sigurt se kanë me ju hap shumë perde, shumë fshehtësi nesër kanë me ju dal juve përpara. Prandaj të nderuar miq, kaloni sa më shpejt te TikToku I ri, Kballe Official dhe ma bani follow, të arrim deri 10.000-shin,
Dhe ta fillojmë me lexu edhe në gjuhën arabe me një prapavi shumë të butë, dhe pastaj ne do ta lexojmë në gjuhën shqipe. Sa mundemi, gjysën, mirë po janë 222 fjali. Besoj që do ta lexoj. Dhe i thot kështu, thot, njëherë Kumeli u luti Mamaliut, paqja qoftë mbi të, që ta mësonte një dua, dhe ai i tha: "O Kumel, merre këtë lutje që po ta mësoj dhe këndoje çdo natë. Nëse nuk je në gjendje ta këndosh çdo natë, atëherë këndoje një herë në javë. Nëse edhe këtë nuk je në gjendje, këndoje këtë lutje me shpirt e me zemër një herë në muaj. Nëse edhe këtë nuk je në gjendje, atëherë lexoje së paku një herë në vjet. Nëse edhe këtë nuk je në gjendje, atëherë lexoje këtë lutje së paku një herë në jetën tënde. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed." Pra të nderuar miq, kjo është lutja e Kumelit, të cilën lutja është e veçantë sepse këtë lutje ja ka mësuar profeti Muhammed Imam Aliut dhe i ka thënë se kjo është duaja e Hazreti Hëzërit. E profetët i kanë ditë të gjitha sekretet dhe ja kanë përcjell njëri tjetrit këto lutje. Prandaj të nderuar miq, kur e lexojmë këtë lutje, keni me pa se sa mirë, sa lehtë, sa bukur keni me u ndi. Prandaj besoj se dikush prej juve edhe ka me qajt, ka me kajt, ka me i dal loti, por na duhet ngadal të koncentrohemi. Mirë është me Elhamdulillah. Pra duhet kadal të qetësohemi, ta gjejmë një vend ma të qetë, qoftë edhe në dhomën e gjumit, për mos mi pengu bashkëshortit apo bashkëshortes, mund t'i vendosni kufjet në vesh, sepse nuk ban me adhurimin tënd, me lutjet e tua me i pengu tjetër kujt, sepse lutja jote nuk të pranohet. Hajde pra të nderuar miq, kadal, pregaditemi, do ta kemi këtë lutjen e Kumelit çdo të ajete nga ora 10, zgjatë mirëmbrëma Isak Dehari. Mirëmbrëma të nderuar miq, ju që nuk ishit prezent, po e bëjni përsëritje, çdo të ajete do ta këndojmë këtë lutje të Kumelit, mund ta gjeni një vend ku e keni ma qetësi, dhe nëse jeni në një dhomë të përbashkët me bashkëshortën apo familjarët, vendosni ma mirë i keni kufjet, që mos t'i pengoni njëri tjetrit, sepse nëse i pengoni lutjet e tona nuk na pranohen. Kjo lutje na pastron shpirtin ton dhe na lidh me Zotin dhe na lidh njëherë me shpirtin ton, të cilin ndoshta në veten ton, të cilën ndoshta nuk e njohim sa duhet. Prandaj gjithmonë lutja edhe në trojet e tona shqiptare ka qenë gjithmonë një derë e bardhë, i kanë thënë, sepse çdo lutje që bëhet për t'ju afru Zotit dhe që bëhet për të kërkuar nevojat e tona, gjithmonë veten e kanë gjetë në lutje. Edhe punët e tona që i bëjmë, nëse i bashkangjitet lutja, atëherë ajo ka me qenë shumë ma e suksesshme çdo punë. Para se me fillu këtë lutjen e Kumelit,
Do me thënë, na duhet gjithmonë me ba estakfirullah wa etubu ilejk. Po bëjmë pra një 10-15 herë, se po e lexojmë së bashku, se estakfirullah wa etubu ilejk, falem o Zot dhe ty të drejtohem. Për arsye se ka disa mëkate të cilat janë pengesë për me na ngrit lutja jonë. Pasi ta lexojmë estakfirullah ve etubu ilejk, normal e fillojmë lutjen me emrin e Allahut, me Bismillahirrahmanirrahim, dhe pas Bismillahit duhet të themi selam profetit Muhammed dhe familjes së tij, Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed, sepse Zoti ka krijuar 14.000 lloje të engjujve. Ka disa prej engjujve të cilët prej melaçeve, të cilat i marrin vetëm salavatet, disa tjerë i marrin vetëm lutjet, disa engjuj e kanë detyrën si me i shënu veprat e tona, disa tjerë i kanë obligimet e veta, detyrat, përgjegjësitë e veta, si me i lujt rret për me ra shi. Disa engjuj i kanë për obligim me u kujdes për fëmijët edhe kur janë në rrezik edhe nona nuk e sheh, e tjera e tjera. Pra kemi disa lloje të engjujve. Prandaj edhe na duhet, disa i marrin vetëm salavatet. Sa herë themi Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Dhe kur na lutemi, me salavate fillojmë, lutjen e bëjmë të shkurt apo gjatë dhe me salavate mbyllim. Dhe për hatër të këtij salavati që ja çojmë profetit Muhammed, e përshëndesim, selam i çojmë, i dërgojmë, është me laçat i marrin pra edhe salavaten, edhe lutjen tonë në mes, edhe prap salavatin në fund. Prandaj asnjë lutje nuk duhet me bë pa i dërgu selam profetit Muhammed. Pra sepse Zoti ka thënë, unë vetëm për hir të Muhammedit e kam kriju qiellin, tokën, hënën, lumenjet, kafshët, insektet, shtazët, njerëzit e tjera e tjera. Prandaj është një personalitet shumë e vlerë te Zoti, e te profeti, është shumë e vlerë familja e tij, ehli bejti, të cilët janë përmendur në Kur'an. Prandaj gjithmonë duhet ta lexojmë këtë çdo lloj lutje, sidomos lutjen e kumelit me salavat. Salavat. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit edhe juve, mashallah. O Allah, të lutem pash mëshirën tënde, që përfshin çdo gjë. O Allah, pash fuqin të lutem, pash fuqin tënde me të cilën ti e mposht çdo gjë. O Allah, të lutem para fuqisë tënde, para së cilës gjithçka është e përkulur. Gjithmonë kur dëshirojmë me ju lutë Zotit, njerë duhet me falëndëru, me lavdru për madhështinë e tij. Dhe para së cilës çdo gjë është e dobët. Pash pushtetin tënd me të cilin fitohet çdo gjë. Pash madhështinë tënde që nuk mund ta rezistoj asnjë send. Pash madhështinë tënde shenjat e së cilës bart çdo gjë. Pash pushtetin tënd të cilit i është nështruar çdo gjë. Amin. Pash vetën tënde që do të mbetet përgjithmonë kur çdo gjë do të jetë e shkatruar. Pash emrat e tu që kanë mbuluar çdo gjë. Pash diturinë tënde që ka rrethuar të gjitha sendet.
pash dritën tënde që kanë ndriçuar çdo gjë. O i pari i të parve, o i fundmi i të fundme. Ja awwalal awwalin, wa ja akhiral akhirin. O Allah, mi falë gjunahet të cilat e largojnë mbrojtjen tënde. Amin. O Allah, mi falë gjunahet të cilat shkaktojnë dënimin tënd. Amin. O Allah, mi falë gjunahet të cilat jetërsojnë mirësitë e tua. Amin. O Allah, mi falë gjunahet të cilat ndalojnë lutjet të arrijnë tek ti. Amin. O Allah, mi falë gjunahet që më sjellin fatkeqësi. Amin. O Allah, mi falë gjunahet që kam vepruar dhe çdo gabim që më ka kaluar. Amin. O Allah, ja, tek ti afrohem duke të përmendur ty, të kërkoj ndërmjetësim, shefaat për veten time me ndihmën tënde. O Allah, kërkoj prej bujarisë tënde të më afrosh pran vetës tënde, të më frymëzosh që të falenderoj vetëm ty, të më frymëzosh që të përmend vetëm ty. O Allah, kërkoj me përvuajturi, me përullësi dhe me frikë, të më falësh, të më mëshirosh, të më bësh të jemi i kënaqur dhe në të gjitha gjendjet të jem modest. O Allah, të drejtohem me kërkesën e më të varfrit, më nevojtarit. Amin. O Allah, të drejtohem ashtu si që kërkon vetëm ai që ka dëshirën e madhe për të drejtuar ty. O Allah, pushteti yt u madhëroft, pozita jote u lartësoft. Fuqia e pushtetit tënd është e fshehur për të azhësuar dredhit. Fuqia jote është fitimtare, plot fuqishmëria jote është prezent kudo. Ikja nga gjykimi yt është e pamundur. O Allah, pos teje askënd nuk mund ta gjej që të mi falë gjunahet e mia. O Allah, as trupi im të ma fsheh, as veprat e këqija të mi shëndrojnë në të mira. Nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je i lavdruar dhe i falendëruar. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. E unë vetë vetës dëm i shkaktova, nga mosdia në rreziku lëshova. Unë gjeta qetësi, jo vetëm nga përmendja e përhershme që ti bën mbi mua, por edhe nga ajo që prej teje vjen mbi mua. Gjithmonë koncentrohuni, nëse nuk mundeni mshirni sytë edhe koncentrohuni në ato çka po flas. Merrni frymë me hund, jo me gojë. Mushne komplet organizmin e juj me frymë edhe qitne prej gojës frymën, inshallah kretë këqia që i keni në trup, Allahu Gjeleshanu energjit e këqia në ndihmon me i qitë për jashta, që një avë dit me qenë ma mirë edhe shpirtnisht edhe fizikisht. Nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je i lavdruar dhe i falendëruar. E unë vetë vetës dëm i shkaktova, nga mosdia në rreziku lëshova. Unë gjeta qetësi, jo vetëm nga përmendja e përhershme që ti bën mbi mua, por edhe nga ajo që prej teje vjen mbi mua.
O Allah, mbrojtësi im, sa vepra të mia të turpshme në mes gishtërinjeve i ke shikuar. Sa herë nga fatkeqësi të rënda më ke shpëtuar. Sa herë nga sapun të urryera më ke sprapsur. E nga sapun të këqija më ke ruajtur. Sa lavdërime të bukura të cilat unë nuk i meritoj, ti i ke përhapur për mua, o Allah. O Allah, pa aftësia ime është e madhe, larg nga e mira është gjendja ime. O Allah, punët e mia mbeten vetëm të mangëta, nga prangat më lidhen. Dhe prangat më lidhen. Prerja e shpresës më mbylli derën e dobësisë. Më gënjeu kjo botë me mashtrimet e saj. Shpirti lakmues dhe gjaku im i shprishur më futi në mëkat. O Allahu im, dhe ja, kërkoj nga ti pash forcën tënde të madhe. Mos lejo që e keqja e veprave të mia t'i dëboj lutjet e mia të drejtuara ty. Mos më turpro për fshehtësitë që mbaj, të cilat vetëm ti i di. Mos më befaso me dënimin tënd për atë që e kam vepruar në vetmi. Amin. As për shkak të ligësive kur jam zhytur nga padia ime, as për shkak të epsheve të shumta dhe shkujdesjes. O Allahu im, pash madhështinë tënde, të jesh i butë me mua në të gjitha gjendjet. Bëhu më shirplot ndaj meje në të gjitha punët për të cilat duhem ndëshkuar. O Allahu im, Ilahi wa Rabbi, li gajruka as'aluhu kashfa durri wa nadhara fi amri. O Allahu im, o edukues im, a ka mund dikë tjetër pos teje? Kujt do të mund t'i kërkoj që të më largoj mundimin dhe t'i besoja për të gjitha ato gjëra që më ndodhin? O Allahu im, e solle urdhrin e unë verbërisht e ndoqa pasionin e shpirtit tim. Nuk isha i kujdesshëm nga zbukurimet dhe përgojimet e armikut tim. Ashtu që u bëra i verbëruar dhe për këtë arsye fati më solli në vuajtje. Në të gjithë këtë që më gjeti, bëra te kalimin e disa kufive të tu. Dhe nuk i respektova disa urdhra të tua. Lavdërimi dhe falënderimi janë vetëm për ty, o Allah. Për këtë ti ke argumente kundër meje në të gjitha këto. E unë nuk kam çfarë të them për atë që më gjeti mua. As nuk jam kundër shtrëngimit që më bën gjykimi dhe dënimi yt. Por tani erdha te ti, o Zoti im, pasi kam lënë mangët përgjegjësitë dhe kam shpërdorur veten time, o Allah, kërkoj ndjesë, falje dhe pendim. Ja, vite ti i shkatëruar, kërkoj falje, më vjen keq për gjunahet e bëra të cilat i pranoj, o Allah. Nuk gjej dot mënyrën se si të largohem nga ato të këqija që kam bërë. Dhe nuk gjej vend të sigurt ku mund të drejtohem me atë që më ka ndodhur mua, o Allah.
s'ka siguri dhe rrugdalje tjetër për mua, pos pranimi të pendimit, o Allah, dhe futjes sime në mëshirën tënde, o Zot. O Allah, pranoj pendimet e mia. O Allah, boj mëshirshëm ndaj mprehtësisë dhimbjes sime, dhe më shpëton nga vështërsitë e mëdha që më vijnë nga punët e mia. O Allah, më shiroje dobësinë e trupit tim dhe hollësinë e lëkurës sime, si dhe dobësitë e ishtrave të mia. Amin. O Allah, që e fillove krijimin tim, mbrojtjen time, edukimin tim, ti që ke punuar për të mirën time, o Allah, me dorën tënde më ushqeve dhe më ushqen, e të gjitha këto në llogari të gjitha asaj që më dhe më parë. Më dhuro mirësitë e tua të përjetshme, o Allah. Ya ilahi wa sayyidi wa rabbi, o Zotim, o Zotim, o krijuesim, a mund të më shohësh se si më dënon me zjarrin tënd pas besimit tim në njëshmërinë tënde? Pasi që të njoha me mendjen time, pasi që me gjuhën time të përmenda pa ndërprerje, a mund të më shohësh në zjarr se si vuaj? Pas dashurisë ndaj teje të cilën në zemrën time do ta gjesh. A mund të më shohësh se si vuaj në zjarrin tënd? Pas sinqeritetit tim dhe lutjeve të mia për madhështinë tënde. Hejhat, e di, o Allah, më i nderuari, se të gjitha këto janë të pamundshme. Bujaria jote nuk lejon të rrënoj atë të cilën e ngrite. Nuk lejon të më fusësh në zjarr, o Allah, prandaj pranoj pendimet e mia. Bujaria jote nuk lejon as të largoj atë që ti vete afrove, as të dëboj atë të cilit ti strehimi ofrove, ose t'ua nënshtrosh fatkeqësive atë që ti vete ndihmove dhe më shirove. Dua ta di, o Zoti im, o Allahu im, o ndihmësi im. A do të prekësh me zjarrin tënd fytyrat e rëna në tokë, në sejdë të nështruara para madhështisë tënde? Ose ato gjuhë, a do t'i prekësh me zjarr që shqiptuan nga thellësia e zemrës se ti je Zoti një i vetmi? Ose a do t'i ndëshkosh ato zemra që të pranojnë për Zot me bindje të plotë? Ose a do t'i ndëshkosh mendjet e mbushura me dieni për ty, gjersa u bën të pa ndehura? Ose me trupa të cilët nguten drejt vendeve të takimit me ty, duke të treguar dëgjueshmërinë dhe duke të kërkuar falje të nënshtruar. E kjo nuk është e njohur. Nuk është e njohur që Zoti, ti o Allah, ti dënosh njerëzit që ty të janë përullur, ti dënosh me zjarr. Ashtu askush nuk mendon për ty, o Allah, fale mirësinë tënde, o shpirt madhësi, o i nderuar, ja Karimu, ja Rob, ja Karimu, ja Rob,
Ya Kerimu, Ya Rob. O i nderuar o Zotim, o i nderuar o Zotim, po ti e di dobësinë time dhe në vështërsitë e vogla të kësaj jete plot vuajtje. Ti di të gjitha fatkeqësitë dhe mjerimet të cilat bien mbi njerëzit. I dobët jam dhe në mundime, vuajtjet e të cilave nuk janë të mëdha, durimi të cilave nuk është i vështirë dhe afati të cilave nuk është i gjatë. Po si mund të duroj dhe me çka të mbrohem nga mundimet asaj bote, nga mundimet dhe dhimbjet e mëdha. Ata janë mundime periudha të cilave është e gjatë, ndodhja e pandërprerë, dhe aty nuk ka lehtësira për ata të cilët unë nështrohen atyre, sepse këto posimet të rënda vinë vetëm prej zemërimit tënd, o Allah, dhe hakmarrjes tënde. Dhe këto janë posime që nuk mund t'i përballojnë as qielli as toka. O Zoti im, po si mundem t'i përballoj unë nga se unë jam rob i dobët, i përbuzur, i mjeruar, i vobekt dhe i shtypur. O Zoti im, o krijuesi im, zotëri imi, për çfarë të ankohem dhe për çfarë të qahem? Ndoshta për dhimbjet dhe intensitetin e tyre, forcinë e tyre. O Allah, për çfarë të qahem, o Allah? Apo për ashpërsinë e ndëshkimit të dhimbshëm, apo për kohëzgjatjen e pësimit? Nëse ti vendos të më ndëshkosh, të më dënosh në grupin e armiqve të tu, në grupin e atyre që do të ndëshkohen për gjunahet e bëra, e më ndan nga ata miq tuaj të cilët ti i dashuron, paramendo o Zoti im, paramendo o Zotëriu im, krijuesi im, o ndihmësi im. Më bëj që ta përballoj ndëshkimin tënd, dënimin tënd, por si mund të duroj unë ndarjen nga ty, o Zot? Paramendo se e përballoj nxehtësinë e zjarrit. Por si mund ta përballoj të mos pres nga mirësia dhe zemërgjërsia jote, o Allah? Apo si mund të jem në zjarr kur shpresoj se do të më falesh? Pash fuqinë tënde të madhe, o pronar i shpirtit tim, të përbetohem sinqerisht. Nëse më le të vlas, do të bërtas në mesin e atyre të dënuar me vuajtje plot shpresë, ti do t'i shpëtosh. Do të thëras aty me zë të lartë, ashtu si që të rasin ata që janë të detyruar, të kërkojnë ndihmë. Do të vajtoj tek ti, o Allah, ashtu si që vajtojnë ata që kanë humbur gjanë më të shtrejtë. Do të bërtas, po ku je, o miku i besimtarve, o Allahu im, o dëshira atyre që me mendje të kuptojnë, o ndihmës i atyre të pandihmësve, o mik i zemrave të sinqerta, o Zoti i botrave të mëdha, po ku je, o Allah? O, a do të mund i lavdëruar je, o Zoti falënderuar? A do të mund ta dëgjosh atje zërin e robit musliman, i burgosur në zjarr për shkak të kundërshtimit të tij që ka bërë në dynja? Prandaj ai po ndëshkohet për kundërvajtjet e veta. Ja se si po provon shijen e mundimeve për mosdëgjimin dhe inatin e tij që e kishte. Ai të thërret ty
dhe tani me tërë zërin rënkon me shpresë që ta falesh o Allah, fali të gjithë prindrit, baballarët, gjyshrit, stërgjyshrit, besimtarët, muslimanët të cilët janë në vuajtje. Ai do të thret ty me gjuhën e atyre të cilët besojnë në njëshmërinë tënde, o Allah, edhe të lutet duke të pranuar për të vetmin Zot. Hajde ju lutem, bëja një tap sa ma shumë, sepse TikToku po mendon se si jemi aktiv. Hajde, se keni ju besnik, faleminderit vëlla, Zoti t'i pranoft lutjet e tua. Medina, inshallah lotët e tua të bëhen gëzim, ja Rabbi. Të ndashur miq, bëni tap, mos pritoni, e keni sevap. Edhe ju të TikToku i vjetër, kalonin të TikToku i ri, pasi s'po mundi me lexu të gjitha. Edhe një 10 minuta, 15, po e kryjmë këtë lutje. Lutja është e natës së ejte, natës së bekuar. Ju të cilët nuk keni qenë deri tash, kjo lutje është lutja kurora e të gjitha lutjeve që ka ekzistuar. Kjo lutje është e Hazreti Hëzërit, e cila lutje Aleikum selam, Franc Saraçi, e cila lutje i hap i largon perdët nga sytë e tonë, i largon fshehtësi, i afron fshehtësit, na bën të ditura fshehtësit. Faleminderit edhe ju, Allahu ju shpërblet. Lutje e cila për të cilën Imam Aliut ja ka mësuar profeti Muhammed dhe i ka thënë, amin, thotë po ta japni lutje e cila është ilaç për zemër, për shpirtin, është kënaqësi, është lidhje me Zotin, është largim nga mëkatet. Dhe kush e lexon këtë lutje, thotë për një javë ditë deri në javën e ardhshme ka me qenë i mbrojtur nga fatkeqësitë, nga të këqijat dhe kanë me ju afru të mirat. Prandaj thotë lexojeni këtë lutje u kumail, së paku thot një herë në ditë. Nëse nuk mundesh një herë në ditë, atëherë një herë në javë. Çdo ditë, pra, një herë në javë. Qose edhe një herë në javë nuk mundesh, atëherë një herë në muaj. Nëse edhe këtë nuk mundesh, një herë në vjet. Nëse edhe këtë nuk mundesh, një herë në jetën tënde, së paku, lexoje këtë lutje. Është një lutje që i përbiron zemrat e njerëzve të pastër. Është një lutje e cila i zbut zemrat e njerëzve të cilët e mohojnë fjalën e Zotit. Është një lutje që i ndihmon të vdekurve tanë. Është një lutje që për një javë ditë na sjell mbarësi, lutje, na sjell të mira, mbarësi, bereqet, shëndet dhe na largon fatkeqësitë. Prandaj unë po e lexoj. Jam duke lexuar, tash jam te edhe 10 minuta dhe kryet 15. Vazhdo. A do të mund i lavdruar je, o Zoti i falendëruar, a do të mund që ta dëgjosh zërin e atij robit musliman, i burgosur në zjarr për shkak të kundërshtimit të tij, prandaj ai po ndëshkohet për kundërvajtjet e veta. Ja se si po provon shijen e mundimeve për mosdëgjimin dhe inatin e tij që e kishte. Ai të thërret ty dhe tani me tërë zërin rënkon me shpresë që ti do t'ja falësh o Zot. Prandaj fal ju gjithë atyre që kanë bërë mëkate, që të kanë kundërshtuar fjalën tënde, o Allah. Ai të thërret ty me gjuhën e atyre të cilët besojnë në njëshmërinë tënde. Allahu është një. Dhe të lutet duke të pranuar për të vetmin Zot. Ty pra, o Zoti im, si mundet dikush të vuaj aq shumë derisa shpreson që ti të jesh i durueshëm dhe i këndshëm si më parë? Ose si mund dikush në flak të digjet e të fërgohet
e në të njëjtën kohë dashurinë dhe ndihmën tënde e pret. Tash kjo është një bashkëbisedim me Zotin. Pra o Zotë, na e dim që ata që ta kanë qenë kundërvajtës, që ta kanë kundërshtu fjalën tënde në Kuranin e shehtë, nëpërmes profetit Muhammed, na e dim që ata kanë qenë kundërvajtës, por në një farë mënyrë edhe të kanë besu o Allah. Prandaj na e pyesim Zotit, si mundet një njeri që beson të ty, shpreson në ty, dhe ti ta dënosh me një zjarr të këndjellur. Prandaj kjo është një bashkëbisedim, ma në fund thot, aman, une nuk njoh si Zot. Ti je i mëshirshëm, ti je falës, ti je gafar, ti je rahim, ti je rahman. Vazhdo. Ose si mund të prekin flakët e zjarta e ti e dëgjon britmen e ti dhe e sheh vendin ku ai digjet. Apo si mund të jetë dikush në flak i rrethuar me klithmë dhe britmë kur ti je i njohur për dobësinë e ti. Ose si mund të ta mundojnë atje e ai të vërtet me zë, o Zoti im. Ose si mundet dikush të shpresoj që nga mundimet ta lirosh e ti ta harrosh atë. Larg qoftë gjithë kjo. Larg qoftë gjithë kjo. Ashtu diçka nuk mund të krahasohet me mirësinë tënde. Ja, deklaroj me siguri, po të mos e kishe caktuar ndëshkimin për ata që nuk të binden ty, dhe po të mos kishe vendosur se armiqtë e tu do të mbeseshin në zjarrin e xhehenemit, do ta fikje zjarrin dhe nuk do të lejoje askënd që të ndalonte apo qëndronte në të. Të shenjtëruar janë emrat e tu të bukur. Ti që je betuar se do të mbushësh zjarrin me jo besimtar, nga njerëzit dhe gjindët bashkarisht. Dhe do të vendosësh ata të cilët me këngulje të kanë kundërshtuar. Ti, vetëm ti je i lavdruar, këtë ke thënë qysh në fillim, për një kohë të gjatë, ti dhurove mirësi të shumta dhe nderim. A është i barabartë besimtari me atë që ka qenë jo besimtar dhe i pabindur? Jo, nuk janë të barabartë. Allahu im, Zoti im, me bindjen që më kanë dhënë, me të cilën më ke përforcuar, më ke dhënë me të cilën më ke përforcuar, dhe me urtësinë më të madhe ti vendos çështjen pafundësisht. Prandaj o Zot, tash këtu lut në Zotin për çështjet e tua, për punët e tua që ai ke, lut e Zotin me fjalët e tua, që Zoti t'i jap një drejtim, t'i hap dyert, t'i plotëson dëshirën. Amin. Çdo kush për vetu i lutuni. Allahu im, Zoti im, me bindjen që më ke dhënë, në të cilën më ke forcuar. Për çdo vepër të turshme të cilën e kam shehur, ti je i njoftuar. Të më falësh në këtë natë dhe në këtë orë, për çdo të keqe që kam bërë dhe për çdo gabim që kam kryer. Amin, ja Rabbel Amin. Për çdo marrëzi të cilën e kam bërë, të më falësh o Zot, qoftë që e kam shehur apo që është bërë e ditur. Dhe çdo vepër të keqe, shënimet e të cilave i ke urdhëruar ti nga melekët visnik të cilët i ke caktuar, që të vështrojnë atë se çfarë bëjnë dhe çfarë mendojnë, të cilët i ke bërë dëshmitar kundër meje së bashku me pjesëtarët e trupit, pjesët e trupit tim. Pra, o Zot, të më falësh, të më
Dhe çdo vepër të keqe, shënimet e të cilave ti ke urdhëru, do më thënë kiramen, katibi, janë dy melaçe të cilat i shënojnë veprat e tona. Edhe durët e tona çka kanë bo, edhe gjymtyrët e tona çka kanë bo, o Zot, ti i ke urdhëru ato melaçe, po të lutem, mi shlyej, mi fshi gabimet e mia. Por edhe ti e rojtar, o Allah, dhe vështrues nga afërsia, pos atyre që ti ke ngarkuar të më vëzhgojnë. Do më thonë, edhe engjëjt më kanë pa, por edhe ti më ke pa. Ti e dëshmuesi për gjithçka që atyre me lekve dhe njerëzve u mbetet e fshet. Por me mirësinë tënde ngelin sekretet të mbështjella me mirësi. Që ki ndonjë punë të keqe që e ke bo edhe don me t'jetë sekret, pra mos mu pa, kjo lutja është 100%. Ka forcën që sekretet e tua të këqija, Zoti me t'imbulu edhe kërkush mos me i ditë. Por me mirësinë tënde ngelin sekrete të mbështjella me mirësi. Kërkoj që të më zmadhosh çdo pjesë të mirësisë të cilën e lëshon. O Zot, shto na riskun, shto na bereqetin, ja Rabbil Alamin. Çdo përfitim të cilin na mundëson, shto na o Allah riskun, bereqetin, shëndetin, rahatin. Kërkoj kujdesin të cilin ti e vendos, mjetët për jetë të cilat i ofron, mëkatet të cilat i fal dhe gabimet të cilat mi mbulon. Kërkojni prej Zotit, pra. Ilahi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rab, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rab, ya ilahi wa sayyidi ve mevlaya. O Zotim, o Zotim, o Zotim, o Allahu im, o Zotim, o ndihmësim, o sunduesim, o ti që ke në duar dobësin time, vetëm ti e di më mirë nevojën që kam për mjerimin që kam, vetëm ti e i mirë informuar për varfërin time. O Zotim, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rab, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rab. O Zotim, o Zotim, o Zotim, kërkoj nga ti pash të vërtetën tënde, pash pa prekshmërinë tënde. Paraqitni nevojat që i keni. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rab. Të lutem me cilësitë e tua, me sifatet e tua më të larta e me emrat e tu më të mëdhenj. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز
الجبار المتكبر الخالق الباري المصور والغفار القهار الرزاق الفتاح العليم. O Zot, unë të lutem me emrat e tu më të mëdhenj, që ti të bësh netët dhe ditët e mia me ty të plotësuara, për të përmendur madhërinë tënde dhe që të jem në shërbimin tënd, o Allah, e veprimet e mia tek ti të jenë të pranuara si punë të mira dhe të jenë të përkrahura nga forca jote, o Allah. Bëj që veprat e mia dhe shërbimi për ty të jenë veprimi i nënshtruar ndaj teje, dhe pozita ime në shërbimin tënd dhe pa ndërprerje, gjithmonë të përkujtoj, o Allah. Ya Sayyidi, ya man alayhi muawwin, ya man ilayhi shakawtu ahwali. O Zotim, o ti që nuk ka tjetër për mbi vete, o ti të cilit janë kohëm për të gjitha ato që më ndodhin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rab. O Zotim, o Zotim, o Zotim, forcoje trupin tim në shërbimin tënd, më bëj të qëndrueshëm më të vendosur në nevojat e mia që i kam, më dhuro seriozitetin në frigën ndaj madhështisë tënde, o Allah, më jep këmbgulje dhe qëndrueshmëri në shërbim të pandërprerë vetëm ty, o Allah, dhe vazhdimsinë e pandërprerë në shërbimin tënd, o Allah, që gjithçka që bëj, ta bëj me shpejtësi vetëm për ty, o Allah. Unë jam më i përvëluari ndër të dashuruarit për t'u afruar tek ti, o Allah, që të jem afër teje ashtu siç janë të përkushtuarit. Të kem frikë si friga e atyre që kanë besimin tënd, dhe me ty të bashkohem në fëqinjësi të besimtarve të sinqert. O Zoti im, kushdo që ma dëshiron të keqen, të njëjtën gjë dëshiroj atij. Disa herë përmende. O Zoti im, kushdo që ma dëshiron të keqen, të njëjtën gjë dëshiroj atij. O Zoti im, kushdo që ma dëshiron të keqen, të njëjtën gjë dëshiroj atij. O Zoti im, kushdo që përgadit të më mashtroj e ti atë. O Zoti im, kushdo që përgadit të më mashtroj e ti atë. Më bëj më të mirin nga robët e tu, o Allah, që të kem vendin më të nderuar pran teje, pran profetit Muhammed dhe pran ehli bejtit të dashurit e Muhammedit. Kjo nuk mund të arrihet pos me mirësinë dhe me ndihmën tënde, o Allah. Më jep për hir, për hatër të mirësisë tënde. Më begato, më bereqet me bujarin tënde dhe më bëj që të prirem nga lavdia jote, që vetëm ty të madhroj, vetëm ty të lavdroj dhe vetëm prej teje ndihmë të kërkoj, ja Rahman. Më bëj gjuhën time të zënë duke të përmend ty, Allah, 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 la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dhe zemrën më mbush me dashurin për ty, o Allah,
Bëj mirësi të veçanta me përgjigjen e bukur ndaj lutjes time. O Allah, lutjet tona pranona, jepna përgjigjen. Miratona lutjet tona, ja Allah, gëzona zemrat tona, familjet tona, shtëpit tona, ja Allah. Ti e bujar, ti nuk je tamaqar, prandaj o Zot për hatër të kësaj nate të bekuar të javës, natën e ejte. Ja Allah, të gjithë këta persona që janë këtu, si në TikTokun e vjetër edhe në të riun, ja Allah, largoja të këqijat, afroja të mirat. Ja Allah, jepja dashurin tënde atyre, sepse në momentin kur dashuria jote i prek zemrat e tyre, ata do të jenë ma të përkushtuar, ma të dhanur ndaj teje o Zot, e pastaj mirësia jote nuk kam me i mungu kërkujt. Vërtet, u ke caktuar mi pakso pësimet që do të më bien mbi mua, mbi familjen time, dhe mi fal gabimet që i bëjmë pa dashje, unë dhe familjarët e mi. O Allah, vërtet u ke caktuar robëve tu që të shërbejnë dhe të nënshtrohen ty. Gjithashtu i ke urdhëruar që nga ti të kërkojnë, o Allah. Ti i ke siguruar ata se do të përgjigjesh lutjes së tyre. Ja pra, o Zoti im, fytyra ime është kthyer nga ti, o Allah. Nga ti dora ime është e shtrirë, o Allah. Pash forcën tënde që i ke përgjigju lutjes time. Përmendni lutjet që i keni. Përndryshe lutjet bëhen edhe të vogla, edhe të mëdha, dhe nëse nuk mundesh më shpreh, mjafton ti me vizualizu, me parapa, për shembull keni dëshirë, nesër ki mu taku me dikant dhe po duhet një përgjigje pozitive, veç e paramendon që shaj ka me qitë në shkrimin edhe ti ke me fituat punë, atë kërkesë që e ki. Prandaj mjafton edhe me vizualizu, mjafton mu lidh shpirtnisht me Zotin. Ja Allah, përmbushi kërkesat tona, ja Allah. Më bëj që të më dhurohet ajo që dëshiroj dhe pash fisnikërinë tënde mos i fundos anijet e shpresave të mia. Më mbroj nga të këqijat dhe dëmet, nga armiqtë e mi në mesin e njerëzve dhe gjinëve. O ti për ndihmën, më bëj që të më dhurohet ajo që dëshiroj dhe pash fisnikërinë tënde mos i fundos anijet e shpresave të mia. Më mbroj nga të këqijat dhe dëmet, nga armiqtë e mi në mesin e njerëzve dhe gjindëve. O ti për ndihmën e të cilit nuk duhet pritur. Fale atë, fal atë i cili përveç duas nuk ka çka të jap. Vërtet ti bën atë çka dëshiron. O Allah, emri yt është fsheh ilaçin, pra përmendja Allahut. O Allah, përmendja jote është shërim, emri yt është ilaç, dhe bindja ndaj teje është lirim, shlirim. O Allah, më shiroje atë që ka për kapital vetëm shpresën, për armë vetëm të qarën, burim nga i cili vetëm e mira rjedh. O derë para së cilës çdo e keqe ndalet. O dritë, ja nurul mustauhishin,
Ja nurul mustawhishin, o dritë në errësirën e të vetmuarve dhe të pafatëve. O i mësuar që nuk e qeni mësuar. Dërgoje salavatin ton mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Allahumme salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumme salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumme salli ala Muhammad wa ali Muhammad. E nga unë bëj atë që ka ti e dëshiron, o Allah. Ti nuk ja dëshiron të këqijat robit tënd. Ati që të lutet, ati që të përullet, ati që të adhuron, ati që të friksohet se mos ti po hidhrohesh vallë me atë. Prandaj, le të jetë salavati Allahut mbi të dërguarin e ti Muhammedin dhe mbi imamët e pastër e të rregullt dhe të ndershëm dhe nga familja e tij. U qofshim përgjithmonë selame të shumta. Allahume salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. E kështu pra të nderuar miq, e përfunduam edhe këtë lutjen e Kumelit, të cilën lutje do ta lexojmë çdo të ejte nga ora 10 deri në 12, ndërka që të marteve, të roni faleminderit, të marteve, inshallah e kemi vazhdimin me programit në shkollën e diturive kuranore. Faleminderit Arta Albi, edhe juve Zoti ju shpërbleft. Inshallah këto lotët e tua u bofshin gëzim. Nesër është një ditë për juve që për herë të parë keni ndëgju këtë lutje. Ju kisha udhëzuar që të lexoni 3 herë Kul Huwallahun dhe kur të bini me flet ta lutni Zotin dhe ta shikoni se çfarë ëndër keni me pa. Edhe kjo ëndër, Hatice Gashi, amin inshallah. Kjo ëndër e juja, inshallah, ka me qenë udhërëfim për juve, por e kemi lexu pra një lutja e cila është kurora e të gjitha lutjeve. Shikoni, na kemi lloj lutje në librat vogla, mburoja e muslimanit, e filanit, e fistekit, por filon hoxha, filon dietari ka shkruajt, por lutjet që kanë ardhur nga vetë profeti Muhammed, si kjo lutja e Kumelit që ja ka mësu Hidri, Hazreti Hidri, që t'i hap të gjitha sekretet, që ti nesër për shembull e bën një plan me shku dikund, po vetë ju ndryshon rruga dhe kryet një punë më e madhe se sa që e ke prit. Këtu janë pra sekretet e luftës të cilat i qelin të gjitha dyert e mirësisë, bereqetit, shëndetit dhe madje bëjnë mrekulli. Prandaj na do të mundohemi që çdo të ete ta lexojmë lutjen e Kumelit. Unë për veti lexoj vetë për 30 minuta, por pasi po ndalemi ka pakës, pak po lexojmë arabisht, pak po lexojmë shqip, po na zgjat gati një orë, po besojmë që inshallah nesër edhe sonte në këtë natë të bekuar, e nesër në ditën e Xuma, në dita fest, pejgamberi ka thonë është e premtja, ditë feste e besimtarve, e muslimanëve, po ja që na jetojmë, kemi jetu në shtetin komunist, e tash jetojmë në një shtet demokratik, ku nuk na mundësohet që ta shijojmë ditën e premte, por e shijojnë të krishterët ditën e diel, edhe jevrejt i kanë të shtunën ditë të bekuar, ditë feste e javës, ndërka që na muslimanët e kemi të
premten ditë feste e javës, si që kanë pra krishterët të diellën, jevrejt të shtunën, por s'kemi çka me bë, jetojmë në shtet demokratik, por bare ju, me kushtetut laike, bare ju që keni mundësi, sa keni mundësi, aq për kështu janë kësaj natë të ejte, dhe nesër inshallah dita e gjuma të na kaloj me dhurata nga Zoti për një javë ditë. Zoti ka me na rujt prej të këqijave, edhe neve, edhe familjen tonë. Lutjet ka me na pranu, e kështu pra. Jemi këtu, mashallah, TikToku i vjetër prap, sapo mirë, TikToku i vjetër pra, faleminderit që po kaloni te TikToku i ri, dhe jeni, pra keni këtu mbi kokë Iqbale Official. Ju që jeni jo besimtar edhe jeni gojfliqur, ju lutem s'keni nevojë me ardhë në këtë natë tonën të bekuar, sepse unë nuk kam dëshirë që ju të mëkatoni, sepse mund t'ju kap mallkimi dhe të keni probleme me dur ndoshta, po kuptoni se me këto gishta që shkruan fjalë të dyta, këto gishtat, si që lexojmë në lutje, ato kanë me qenë kundër jush. Dhe ato kanë me pas problem. Prandaj, mos i prisni këtë knatësin shpirtërore tonën, me këto gishtat e juj, se vallahi billahi ju gjen mallkimi dhe keni me pas problem me duar. Të nderuar miq, besoj se ju ka pëlqy, mos i lexoni komentet që janë pa lidhje. Me rëndësi është na i kemi lexu lutjen e Kumelit, e të cilën lutje do ta lexojmë çdo të ejte, sepse është sonte natë e bekume. Do ta lexojmë edhe një sure të shkurt nga Kurani. Dhe Donika, faleminderit Donika, aleikum selam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotin, pasha diellin dhe shkëlqimin e tij. Na kur dëshirojmë diçka të betohemi, na betohemi me diçka ma të shenjtë. Thojmë pasha Allahun. Zoti që po thot? Pasha diellin dhe shkëlqimin e tij. Pasha hanën kur atë e ndjek. Do më thënë e ndjek hanën. Është hana e plot, hana e re, hana e mes, gjysëm hana, pra komplet mujin. Thot pasha hanën kur atë e ndjek. Pasha ditën kur ai shëndrit. Pasha natën kur e kaplon. Pasha qiellin dhe gjithçka që e ndërton. Pasha tokën dhe atë çka e zgjeron. Pasha shpirtin dhe atë çka e lartëson. Ja bëri të ditur mos për uljen dhe devotshmërinë. Zoti bën be, ja kum bën të ditur çka do me thonë ju mos m'ju për ulë Zotit, mos m'ju bind Allahut dhe devotshmërinë dhe bindjen pra. Ka shpëtuar vetëm ai që atë zemrën e tij e pastron. Ka mbaruar ai i cili e deformon, pra, e deformon, Themudi përgënjeshtroi për shkak të tërbimit të tij, kur u ngrit një fatëzi. Themud ka qenë një fis shumë i madh, shumë i fortë, po ai përgënjeshtroi për shkak të tërbimit, u bë shumë i egër të tij. Kur u ngrit një fatëzi, u tha atyre, profeti Allahut, lëreni devën e Allahut edhe të rendi i ujit, por ata nuk i besuan, por e prejnë atë devën, e Zoti i tyre, për shkak të mëkatit të tyre, i rrafshoi ata, pa i u friksuar pasojave të tij. Të nderuar miq, shikoni pra kjo sure flet për njerëzit që janë të besimtarë dhe ata që i kundërshtohen, nuk i përulen Zotit. Pastaj edhe ishte koha e cilit profet? Ibrahimit? Jo, Salihut. Profeti Salihu thot nuk i kanë besu dhe devën të cilën Zoti ja ka zbrit ashtu që e kanë kërku populli i tij dhe ata prap i Zoti thot leni të rendi ujit, le të pinë ujit, devja e tjera, por ata thot nuk i besuan, por e prejnë atë devën, se edhe kanë kërku devën si mrekulli me pa që është me të vërtet Salihu a.s. është me të vërtet i dërguar i Zotit, edhe i kanë kërku, edhe pasi që e kanë kërku, e kanë prek, e kanë pa që Zoti ja ka pru një deve këtyre njerëzve, ata prap nuk i kanë besu dhe kanë shku, e kanë pre me këshyr, a është vërtet deve apo jo. Prandaj, kjo ishte pra surja e Kuranit të cilën ne e lexojmë.